i qartë. A mund shumë? Zonë nderuar, doja për analogji t'ju përmendja një rast, po në Shqipëri, kryetari i Bashkisë së Tropojës ka qenë 11 muaj. Unë duhet ta pranoj që jam profan, e nderuar zonë kryetare në jurisprudencë, po përgjigja e ndershme do ishte kjo. Thonë Tiranësit për shpirt do doja të isha në zyrë, jo në burg, me delegim. Po përsa kohë që ligji dhe është e ligjshme delegimi i detyrës, Tiranës nuk i ka munguar as dhënia e ndërtimit, as pastrimi, as mbjellja, as eventet, kështu që përsa kohë që asnjë procedurë nuk është bllokuar për meje, kjo është për mua një mungesë me arsye. Një strukturë e shtetit më mban në Durrës, një strukturë e shtetit tjetër më thotë se si në Tiranë. Kështu që unë besoj për të zgjidhur këtë kaos, edhe për të referuar raportit Veneci që pata mundësi ta lexoj, i adreson të dyja. Duhet pasur shumë kujdes me masat e kryetarit të bashkimit, se nuk janë vetëm drejtat e individit, të cilat po shkelen, po dhe të qytetarëve. Po nga ana tjetër, super kujdes për largim, sepse kthehem në një precedent ku kjo kthehet pastaj në vend që tjetë një përjashtim nga rregulli. Dhe ju pyetët ku gjendem unë sot, në fakt gjendem me një absurditet. Jam në një roman të Kafkës për moment. Faleminderit. Po. Vetëm një shtesë të vogël. Edhe sot e kësaj dite, Bashkia e Tiranës në kryetarja në detyrë, ngarkuar për të kryer detyrën e kryetarit të bashkisë, firmos me shkresat kryetari i bashkisë lidhje me njoftimin e zotërin Velia për mbledhjen e këshillit. Dhe për ta plotësuar, e nderuar zonën kryetare, në fakt nuk më kanë njoftuar ata mua, kam njoftuar unë ata. Pasi e pash media. Dhe përgjigja cinike, a thua se nuk. Pyetja e katërt është sërish në kuadër të parimeve kushtetuese të mbrojtjes së interesit publik. A mbrojtja e interesit publik dhe parimet kushtetuese kur i zgjedhur prej zgjedhësve nuk kryen për shumë arsye detyrën të cilën i është shpëzuar nga zgjedhësit? I nderuar, sigurisht kjo pyetje do të ishte e ndershme nëse do t'ja bënin të qytetarëve të Tropojës. Pra nëse për ata jeni okay që të rinë 11 muaj pa kryetar bashkie dhe nuk e bënin këtë pyetje, por kjo specifikon vetëm një njerëz dhe targeton vetëm një njerëz, kjo nuk më duket normal. Në fakti që ju nuk e pyesni këtë për dikë tjetër, që është në një këtë gjendje të përkohshme më të gjatë se imja, tregon që po bëni diferencim në këtë rast. Kështu që përsa kohë që kanë qenë të vlefshme delegimet e kryetarit të Bashkisë Tropojës dhe nuk ju kanë shqetësuar, s'duhet t'ju shqetësoj fare fakti që unë në të njëjtën mënyrë kam bërë delegimin e vullnetit tim në një pamundësi të organizuar nga vetë shteti. Dhe mua më duket që futemi në një labirint me këtë pyetje, ku praktikisht po thoni me që një pjesë e shtetit ka kapur, pjesa e shtetit tjetër po ta bën mullar pa drejtësi. Ndërkohë që do ishte shumë në dobi të vendit radh parë, po dhe të integritetit zyre që përfaqësoni, që ju të shqetësoni për masat e parkurrimit, që ju të shqetësoni për disproporcionalitetin. Dhe duke bërë dy gabime nuk po prodhoni më drejtësi, dhe duke mbajtur dy standarde, absolutisht nuk po prodhoni më drejtësi. Nëse mund të bëj një shtesë duke parashikuar dhe kuptuar logjikën e pyetjeve të tilla.